Zašto zborovaš ti albanski, me shqelma. Mu sa keq më ka ardhë për atë plak. Kur shkova në një familje, ajo shoqja ime, se unë e kam lind në Gostivare dhe jam rritë në Gostivare, kisha një shoqe të ngushtë, ortodokse shqiptare, fqije kishim. Edhe me atë gjithmonë shoqërohesha. Dhe kur shkova te nana, se ajo është martu në Struk, kur shkova te nana e asaj, e më priti ma me gjithë shpirt më ka prit. Edhe u gëzu shumë. Më tha, më ka vdek vllau këto ditë, në Beograd më ka vdek vllau. Po thët, aqë shumë jam bërzit, du të vajtoj vlaun, prej shpirtit të nxjerrja ato fjalët. Po thët, s'mundi se këtu, se këngët e vajtimit janë me një zë shumë të lartë, se këtu kitë këto janë të tjerë, janë, si të them, njerëzit që nuk ja dinë vlerën e asaj. Edhe unë i thashë, edhe ajo filloj me zatë lartë, të vajtoje. Unë nuk kisha aparat të inqizoj, dhe kur u hap dera, a i nipi asaj, nanës shoqes time. Filloj me shqelma, ishte 10 vjeçar, ishte 9-10 vjeçar, me shqelma atë plakën. Zašto zborovaš ti albanski, me shqelma. Mu sa keq më ka ardhë për atë plakën. Edhe u largova erdha.